Dy klubet rotariane të qytetit të Korçës, si dhe klubi Rotarakt, kanë mirëpritur të njëjtën mes tyre guvernatorin e distriktit 2485 Butrind Batallin. Në një ambient të përbashkët, klubet korçare kanë organizuar ceremoninë zyrtare të pritjes, teksa takimi ka nisur me protokollin zyrtar të Rotary. Ndërsa më pas ka ardhur edhe përshëndetja e drejtuesve të klubeve, si dhe e vetë guvernatorit, i cili i vlerësoi klubet për projektet e ndërmarra në ndihmë të komunitetit. Kam detyrimin dhe përgjegjësinë t'ju uroj mirëseardhjen në emër të presidentit të klubit Rotary Korç, në emër të bordit drejtues të klubit dhe gjithë anëtarëve, t'ju uroj guvernatorit të distriktit Shqipfolës Shqipëri Kosovë mirëseardhjen në qytetin e Korçës. Vërtet ne jemi klub i ri, po jemi aq të angazhuar dhe të predispozuar për të bërë diçka të mirë, sepse tek ne janë një pjesë e mirë e bizneseve të Korçës. Dhe të gjithë ata janë të angazhuar totalisht për të bashkëpunuar dhe për të dhënë. Dhe projektet që kemi bërë, të gjithë janë treguar të gatshëm. Këtu ku kemi mri, nuk është rezultat i një aktiviteti të një personi, nuk është rezultat i një aktiviteti të një leadershipi disa personave, por është rezultat i aktivitetit të gjitha klubeve rotariane Shqipëri-Kosovë, që nga dita e parë e krijimit të klubit të parë, që ka qenë që në vitin e largët 92, që i bie mbi 33 vite më parë me klubin e Tiranës, e deri në ditë e sodit. Në qytetin e Korçës janë aktive 2 klube rotariane dhe një klub Rotarakt, të cilët vijnë shpesh me projekte të ndryshme në ndihmë të qytetit dhe komunitetit.